por tingëllon si kundërshti në vetvete. Kur do ta ndryshoni thënien? Pas Tingëllon si kundërshti në vetvete. Po. Kur do ta ndryshojmë thënien? Pas mbrëmjes së djeshme, ky tok fjalësh nuk ka më kuptim për ne që u helmua me gaz. Mimoza, ne jemi parti demokratike. Ne kur nuk kemi synua dhe nuk synojmë pushtet me dhunë. Ndaj dhe ne vazhdojmë kryerjen paqësore gjën realizim në qëllimit tonë. Unë e kuptoj. Isha dëshmitar dhe jam dëshmitar i të gjitha akteve shnjërzore, shtazore që kryen ndaj protestuesve paqësorë. Por ne nuk tërhiqemi nga strategjia jonë dhe nuk duhet tërhiqemi. Ne duhet vazhdojmë këtë betejë për 1001 arsye. Do të vazhdojmë të betejë për farsën elektorale të Edi Ramës, për aferën Rama Balluku, për aferën e Akshit, për portin e Durrësit dhe për 10 afera të tjera. Një popull që proteston, që hesht ndaj padrejtësive dhe krimeve të tilla, tregon një shkallë ekstreme në nështrimi. Por ne nuk do provojmë të kundërten. Faleminderit. Silvana Dambuja. Përshëndetje doktor Berisha. Pyetja e parë. A do të